Allahu xhaleshanu ballin e njeriut e ka bërë gjën më të fisshme, fytyra, balli i njeriut. Gjëja më e fisshme që ka njeriu. Dhe po të shikosh, pra, dheu, të cilin e shkelim për ditë në tokë, e shkelim për ditë kur hecim me këmbë, në sytë e njerëzve është diçka, domethënë, e ulët, po themi, toka. Dhe ballin që ke gjën më të fisshme, ti për hatër të Zotit, që të madhrosh të lartë, e vën në tokë, pra, në tokën që njerëzit shkelin me këmbë, e bën vetëm për Allahun xhaleshanu. Kjo është të njohësh madhështinë e Zotit xhaleshanu. Dhe ti njohësh atij pozitën e madhe që ka tek ti në zemrën edhe në shpirtin tënd. Fatawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin. Prandaj ti mbështetu tek i plot fuqishmi, tek më i madhi mëshirues, ai i cili të shikon në ty kur ti qëndron përpara tij, pra kur qëndron në këmbë përpara tij, wa taqallubaka fi as-sajidin, gjithashtu edhe sejdët që bën pra bashkë me besimtarët e tjerë.